Përshëndetje zonja dhe zotrinj, dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë mëcën e ekonomi. Ditën e sotme do të flasim sërish për tregun e ndërtimit. Shumë ndërtohet, por kush i blen? A jemi përballë asaj që ekonomistët e quajnë flusk ndërtimi. Kemi një rënje të prodhimit të betonit dhe do të analizojmë nëse kjo mund të jetë një ndër shenjat. Kam zonjën Dëshira Mena, inxhiniere, kënaqësi që ju kam gjithnjë në studio. Gjithashtu edhe agentin e pasurive të paluajtshme Sipërmarrësin Armand Shkëmbi, kënaqësi si gjithnjë. Kënaqësi dhe për mua. Pa nisim me zonjën, faktikisht 1,77 milion ton në 2023-shin, prodhimi betonit të gatshëm, dhe kemi 1,7 milion ton në 2024-ën. Çfarë na thot kjo shifër, zonja Mena? Është shifër që tregon thjesht prodhimin e betonit. Nuk tregon se ç'po ndodh me ndërtimin. Domethënë duket si indikator që mund t'i referohesh për të krijuar një ide se ç'po ndodh me ndërtimet, por nuk është ashtu. Në momentin që mora ftesën, po shikoja pak lejet e ndërtimit të dhëna në vitet përkatëse, ku i referohet edhe kjo shifër. Dhe po të shohim të lejet e ndërtimit që janë dhënë në vitin 2025 dhe 2024, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Domethënë nuk ka. Është e njëjta sasi, 354, 333, 389, do më thënë janë shifra që nuk tregojnë që ritmi po bie. Sepse shumë e thjeshtë i shikon lejet e ndërtimit. Betoni është një proces pune dhe ka të bëjë me fazën e ndërtimit. Pra nëse është në fazën e parë, kur hidhet betoni. Pastaj gjithë pjesa tjetër e investimit shkon tek rifinitura dhe ne e dim shumë mirë që koston më të madhe në ndërtim dhe loja më e madhe në ndërtim bëhet tek rifiniturat, nuk bëhet tek betoni. Nëse të gjithë kanë frikë dhe ngurojnë të bëjnë marifete, është betoni. Sepse është frika e ekzistencës dhe e sigurisë së objektit. Kur vjen puna te rifiniturat pastaj, kur vjen puna te investimi i brendshëm i objektit, kur vjen puna te cilësia e atyre investimeve që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës, të atij objekti që ke marrë, aty pastaj ti shikon se ka jashtëzakonisht shumë gjëra për të korrigjuar, për të verifikuar, aty duket gropa e zezë e ndërtimit. Do të vim sërish te kjo pikë faktikisht, por si është situata në terren? Ka shitje, ka blerje, se gjithmonë shtrohet një pyetje. Kush po blen? Kush i blen? Do të them unë sot se kush i blen. Çështja është që ftoja e tregut imobiliar ka filluar që në vitin 2024. Pra, shifrat e shitjes apo ndrimit të pronësisë që i mat ASHK-ja në vitin 2024 ishin më pak se në vitin 2023. Këtë vit të siguroj unë që janë më pak se vitin 2024. Ftoja dhe ngroja e tregut është një proces që zgjat me muaj dhe vite. Dhe ne kemi hyrë në trend rënës pavarësisht se i mbushim mendjen njëri tjetrit që çmimet e pronave vetëm do rriten. Tani kush i blen? I blen spekulantët, që do të thotë, unë, ti, zonja, duam të shtojmë lekët shumë kollaj. Cila është mënyra në Shqipëri me i shtu lekët shumë shpejt? Blem një apartament në faz grope në një pallat dhe e shesim kur ka vetë pallati nga mesi, apo nga fundi për të shtuar 30, 40, 50, në njërë dhe për 100 apo dhe 2 fishuar lekët. Çfarë ndodh në pjesën më të madhe të kantierëve që hapen në Tiranë, blerësit e parë janë spekulantët që duan të shtojnë lekët. Blerësi real do të bleni një fazë më të avancuar të pallatit, pra kur t'jetë drejt fundit. Ai që është me kredi, për shembull, duhet t'jetë me certifikat pronësie prona. Pra ne kemi një skem të madhe spekulimi që krijon iluzionin sikur ka shumë kërkesë. Pra politik bërësit thonë vetëm një fjalë, ka kërkesë. Unë nuk kam dëgjuar një analizë që të thonë është shtuar popullsia, që ne na është rralluar në 10 vitet e fundit. Është rritur ekonomia, na duhen zyra të reja për korporatat që po vinë nga perëndimi se do ngren headquarters zyrat qendrore në Tiranë. Shqiptarët po lindin nga 3 apo 4 fëmijë dhe ju duhen më shumë shtëpi. Po kthehen emigrantët nga emigrimi 500.000, 1 milion, pra duhet të ketë kritere që ti të vazhdosh të ndërtosh me këto ritme. Për ndryshe, është spekulim, është flusk, se nuk ka arsyet logjikshme që ne të ndërtojmë me këto ritme. Deri në çfarë shifrash keni shitur aktualisht në terren? Shifra e ke fjalën çmim, shitje. Domethënë, unë të them një gjë me siguri. Deri te 1500 euro metri katror, agjensitë imobiliare shesin lirshëm. Domethënë, 1300, 1400, 1500. Kur kalon 1500 euro metri katror bëhet shumë e vështirë, dhe ta them nga përvoja personale, bëhet shumë e vështirë. Unë kam shitur edhe 2000 dhe 2200, 2300 euro metri katror, por këto shifrat e tjera, pastaj 3000, 4000, 5000, këto nuk janë shifrat tregu. Unë nuk kam një klient që të vitë thoj, dua të blej një apartament 500.000 euro, për shumë, me gjej një apartament 500.000 euro. Nuk kam klient të tillë. Unë kam klient që duan një apartament 1+1 apo 2+1 në periferi, e duan buxhetare, po themi
80.000 plus 120, 132 plus 1, do shta e do në qendër, afër qendrës, dhe të qendra do shkojmë, po them unë 2.000 apo 2.200 euro metri katror. Këto shifrat e tjera nuk janë realiste, nuk janë shifra tregu, janë më shumë PR, janë më shumë një përpjekje për të treguar që shiko se sa shpejt po ecim ne. Në perëndim, çmimet e pronave rriten me 5-6% në vit. Në Shqipëri gjejmë shifra nga vjetën si vjet u rritën 15 apo 25%. Dhe nuk ka arsye objektive që të ndodhi ky fenomen, është thjesht spekulim. Po në kulla, për shembull, kur del në darkë në për Tiranë, sheh katet e tëra kullash, të cilët mund të jenë poshtë. Janë të blera, janë të pablera, i ka bler dikush në emigracion, sa është çmimi aty, janë të shtrenjta. Janë të shtrenjta, nuk janë të shitura, pavarësisht se, shiko, ndërtuesi shqiptar ka qef të përcjelli këtë imazhin që unë i kam të gjitha të shitura, që nuk i ka. Nuk i ka. Po nuk i ka, pra sepse nuk ku janë këta blerësi që do vinë me lek në bank dhe do blejnë këto prona. Okej, ka tek tuk emigrant që kanë mundësi financiare dhe të blejnë. Po kur shkojnë mbi 2.000 euro metri katror, bëhet shumë e vështirë për të shitur. Çfarë ndodh me kullat është, ne kemi bërë 3-4 kulla në Tiranë. Dhe duhet të provonim konceptin, a duen kulla në Tiranë, a kemi kërkesë? Tani të gjithë kaloj me makinë ose në këmbë dhe i shikojmë që këto kullat janë bosh, pa drita, pa njerëz, pa zyra, pa punonjës. Ne do shkojmë, do ndërtojmë dhe 20 kullat të tjera dhe unë nuk e di se kush do hyj banorët në për to kulla, banorët apo bizneset, ta zëmë se e bëre zyra. Pra, nuk shoh unë nga këndvështrimi im arsye të qëndësishme që ne të ndërtojmë kulla. Pastaj qeveria mund këtë planet e veta. E kuptoj. Po, sjellni një shifër tjetër faktikisht, për periudhën janar-gusht, importet e materialeve të ndërtimit kanë rënë me rreth 8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s. Gjithë ai volum lejesh i miratuar në 2024-ën që ju folët pak më herët, mos ndoshta duhet kishte sjell rritje të importeve? Atëherë këtu hym te problematika që ka ndërtimi. Po. Si funksionon si biznesi ndërtimit. Nga momenti i marrjes së lejes, ti ke një afat të përcaktuar në leje për ndërtimin e objektit, që thuhet afati ndërtimi 48 muaj. Po. Aq sa 2 vjet, sa çka kanë menduar ata. Në momentin që ti nuk e mbyll objektin brenda afatit të lejes së parashikuar, duhet se s'bën të merren masa. Pra shteti duhet të ndërhyj në mënyrë që ky investimi parashikuar për të bërë brenda afatit caktuar të mbyllet, sepse ne shohim kulla sot në mes të Tiranës që kanë 10 vjet në fazë ndërtimi. A mund të quhet ky ndërtim kualitativ, ndërtim pozitiv për qytetin? Nuk është më, kthehet në të kundërt. Pra, në momentin që ti ndërtimi nuk e vë në funksion brenda afatit që ti ke menduar, e gjithë investimi nuk është më eficient, nuk është më i vlefshëm. Tani çfarë ndodh? Këta nxitojnë me të madhe të marrin lejen e ndërtimit. Dhe ky nxitimi fillon tek të gjitha hallkat që duhen për të marrë lejen e ndërtimit. Sepse ne kemi situata të tilla që, shiko, bëhet mbledhja e KKRT-s me datë 28 gusht. Të lutem, të gjitha projektet i kemi gati me datë 28 gusht. Dhe kërkesa nga klienti, sepse më kanë thënë që ta fus me 28 gusht dhe të marr lejen. Po si do ta fusësh se ti akoma s'ke zgjidh projektin, s'ke zgjidh gjërat, s'ke ndar destinacionet, s'ke ndar funksionet, s'ke ndar nuk kem asgjë. Shpejt, të lutem, bëje shpejt. Dhe çfarë ndodh? Organizohen të gjithë grupet e projektimit, të cilët, duke qenë që janë në këtë kushte presioni për të dorëzuar një projekt me një afat jashtëzakonisht të limituar dhe pa kërkesa teknike specifike, bëjnë 2-3 letra sa për të marrë lejen. Dhe kjo është e keqja. Pra, marrja e lejes nuk tregon saktësisht fazën reale të investimit. Është marrë leja, sepse ishte shkruajt për të marrë leja dhe duhej marrë me atë datë, dhe duhet hynte ai objekti që të merrej leja me atë datë, por ai investitori nuk është gati që me marrjen e lejes të respektojë afatin. Pra, të ketë projektet totalisht të zgjidhura. Asnjë projekt që ke për leje nuk e ke projekt zbatimi për të filluar ndërtimin. Po flas teknikalisht, po. Ti, projektin që ke dorëzuar, e ke vetëm me fasadën e zgjidhur, që edhe fasada e zgjidhur, që duket bukur në përrendera, ka aq shumë detaje brenda saj, sa që kur vjen momenti për ta konkretizuar me produktin që ti ke menduar, do duhet të bësh edhe një herë një ridizajn të ri të asaj fasade. Po flas vetëm për fasadën si element të duke, po hysh brenda objektit janë të gjithë rrjetet inxhinierike, të cilat do fillojnë pas marrjes së lejes të ristudiohen, të rikalkulohen, të ribëhen.
të fillohet pastaj të dalësh te kostot reale të ndërtimit, sepse kostot me të cilat paraqiten për leje projektet nuk janë kostot reale të ndërtimit. Që do të thotë? Në momentin që merr lejen, je i detyruar të paraqisësh një kosto. Dhe bazuar te kjo kosto e ndërtimit, do paguash edhe atë taksën për 2% që është në shtet për objektin që do ndërtosh. Dhe çfarë bëjnë investitorët? Përpiqen ta ulin minimalisht këtë kosto në mënyrë që e vlera e 2% të dalë sa më e vogël, të mashtrojnë në thonjza shtetin për të mos i paguar taksën. Ky investitori me këtë frym, siç mashtron shtetin për të paguar atë 2%, mashtron gjatë gjithë rrugës së tij të gjithë grupet e stafeve që ka nën vete. Si e bën? E bën në këtë formë, pra, në momentin që të kërkon projektin, të kërkon një projekt për leje dhe të thotë ti nuk po më bën mua një projekt zbatimi të detajuar, po më bën një projekt sa për leje për 2 letra që po më bën ti, urdhro po të paguaj për 2 letra. Të paguan orën e punës, nuk të paguan vlerën e punës, sepse vlera e punës nuk është ora e punës. Do më thënë që ti të punosh dhe të nxjerrësh një projekt të detajuar, një projekt të mirë për një kull, ti mund ta bësh vërtet për 30 ditë. Por ama ti ke një eksperiencë 30 vjeçare në kurriz që ta arrish ta mbyllësh për 30 ditë. Që do të thotë, investimi dhe ajo vlerësimi duhet të bërë për atë që ti jep, çfarë ti prodhon. Pra, duhet të zhduket ideja e bërjes së projektit me urgjencë, një projekti të pamenduar mirë, dhe t'jepjet në leje e cila është destinuar për t'u dhënë pa u kopsit me detaje që ky objekt e para investitori ka kapacitetin ekonomik për ta mbyllur. Dhe këtë e demonstron me një projekt cilësor që dorëzon. Në momentin që dorëzon një projekt, ai do të duhet të deklarojë sipas VKM-s, bashkë me firmën e projektuesit që ka bërë projektin, edhe faturën e pagesës që ka bërë për atë projekt. Asnjë nga ndërtuesit investitorët nuk e dorëzon faturën e pagesës për projektin. Asnjë. Dhe është marrë mirë qëllë dhe tani institucionet nuk e kërkojnë. Pse nuk e kërkojnë? Sepse është kjo që po të them unë, që ai merr 2 flet nga një i licencuar që nuk lodhet fare dhe vetëm vë firmën, paguan 2 lek dhe e fsheh me ndihmën e institucionit vlerën e vërtetë të kësaj pune. Po ndodh kjo në të dyja instancat, edhe tek kryeministri si kreu i Komisionit Këshillit Territorit, edhe tek bashkia, tek të dyja instancat ndodh? Tani disa gjëra për forca janë transferuar edhe janë deleguar njësoj. Shumë gjëra. Disa gjëra kanë filluar të ndryshojnë, e vërteta është që kanë filluar të ndryshojnë, tani që ka filluar AZT-ja po përpiqet të hyjë më në detaje të gjërave, por këto terma makro që po të them unë, që janë cilësia e projektit që të jetë projekt zbatimi. 1. Kontrolli me shumë kujdes dhe shumë profesionalizëm i projekteve të dorëzuara. Pra jo vetëm për koston, sepse ata fokusohen te kostoja që të marrin atë 2%, por nuk është vetëm kosto. Ajo kosto del në funksion të zgjidhjes. Pra duhet të kesh në stafin teknik edhe njerëz kompetencë që të bëjnë vlerësimin e projekteve që kanë ardhur. Dhe ajo që është më kryesorja është oponenca. Po pse thot kryeministri mos më devijoni nga leja kur ju po thoni që shkojnë me 2 letra dhe detyrimisht do të devijojnë nga leja? Më gjej një projekt që është përfunduar sipas lejes. Kryeministri po e ndjen këtë dhe po fillon tani më të tërheqë vëmendjen dhe t'ju thot barzëve të tij që shiko, bëni punën siç duhet dhe ju lutem keni kujdes sepse këto gjëra që dëgjojmë dhe këto gjëra që perceptojmë dhe këto gjëra që njerëzit po ndjejnë janë përgjegjësia jona. Ai vërtet po e thot. Po më gjej një objekt në Tiranë që është përfunduar ashtu siç është bërë leja. Absolutisht asnjë objekt nuk e ke. As për sa i përket sipërfaqeve, as për sa i përket cilësisë, as për sa i përket funksionalitetit, as për sa i përket zgjidhjeve teknike që janë dhënë në projekt dhe se si degeneron ai objekt në fund fare. Absolutisht asgjë të përbashkët nuk ka projekti me atë që dorëzohet në fund. Do vim sërish te kjo pikë shumë interesante faktikisht, por a ka ende blerje në grop? Ka. Është shumë e modës, biles. Unë e përmend sa herë që vine në emisione që shqiptarët nuk kanë mekanizma investimi. E investim në Shqipëri është vetëm të blesh një apartament në grop. Dhe çfarë ndodh është një numër i konsiderueshëm njerëzish nga rrethet apo emigrant, kanë bie fjala 50.000 apo 100.000 euro cash që kanë bërë punë, ku di unë, një fshatar që ka tokë ai ka punuar, ka kursyer lek, një emigrant ka kursyer lek, vinë dhe i fusin tek tokë gropat e pallateve në mënyrë që t'i shtojnë shpejt, sepse t'i shtosh me punë të përditshme është e vështirë. T'i shtosh me spekulim është më e lehtë.
Çështja është që kjo skem ka funksionuar deri tani dhe njerëzve ju është krijuar bindja që kjo funksionon pafundësisht, që nuk është e vërtet, sepse ne po na shtërron numri njerëzve që mund të hyjnë të banojnë në këto shtëpira, dhe rreziku është që një pjesë e mirë e spekulantëve të ngelen pa marrë as lekët dhe as hyrjet. Pse? Sepse pjesa më e madhe e ndërtuesve shqiptar nuk e kanë të financuar projektin. Nuk e zë njeri këtu në gojë, po të gjithë... Si nuk e kanë të financuar? Nuk ka financim për projektin. Projekti ndërtohet me lekët e blerësve. Pra ndërtuesi mund të ketë 10, 20, 30% të lekëve që duhet për të ndërtuar këtë kullën. Lekët e tjera preti marri nga ta porositësit që vindo blej në gropë. A nuk ka ligj për këtë se ti duhet i kesh gati? Nuk ka ligj dhe këta i hyjnë detit në kamp, që do të thotë, kur tregu është i nxehtë, njerëzit vinë e blenë me lekët e tyre të ndërton pallatin, jemi të gjithë okej. Biles në është mbushur mendje të gjithëve që lekët tu vetëm shtohen. Çështja është që kur fillon ftohet tregu, ti mund të kesh më pak blerës, e përjedhoj më pak mjete financiare për të ndërtuar projektin. Në gjithë vendet perëndimore, përpara se ti të ndërtosh, duhet të konfirmosh që ti e ke financimin për të projekt. Banka, shoqëri, pensionesh private, investitor privat, nuk ka rëndësi, siguro financimin për projektin. Ndërkohë që në Shqipëri ndërtohet me lekët e blerësve. Dhe kjo situatë herë vonë do dali në sipërfaqe me dëmet përkatëse kam frikun. Për momentin jemi të gjithë të lumtur, por dikur do ndodhi. Tani, në këtë mes faktikisht është një pyetje paksa paradoksale. Qerat rriten, qera me zor gjen, ndërtimet... Rriten se vim tek pronat bosh. Do më thënë Tirana sot ka 70.000 apartamente bosh, të cilat duhen stimuluar për të dalë në treg, nuk kemi nevojë për të ndërtuar tjera, se ja ku i kemi 70.000 të konfirmuara nga OSHE-ja, që e kanë zero konsumin e energjisë elektrike. Plani ishte që të taksoj prona e 2 e 3 më shumë nga janari, por Ministria e Financave siç duket do ta tërheqë atë plan, sepse duhet bëjnë sa llogari të tjera, argumentojnë ata, për taksimin e pronave dhe do ta shtyjnë deri në vitin 2028. Pra unë po shpresoja që pak peshë fiskale do t'i detyron në një pjesë të mirë njerëzve të nxinin në treg këto prona, për qera ose për shitje. Dhe të kujt janë këto prona? Janë të emigrantëve që i kanë blerë ta kemi shtëpi, janë të pronarëve të tokës që marrin 35 deri në 40% të ndërtimit dhe e mbajnë pronën, se kanë lidhje emocionale me pronën. Po kanë aq shumë sa her pas here dhe i harrojnë se ku janë. Ti nuk do ta besosh, po ka pronar toke që nuk e di ku i kanë pronat. E njëjta gjë edhe me ndërtuesit që mbajnë 2-3 hyrje në çdo pallat për djalin, vajzën, vllajin, motrën. Kompanitë e kleringut të cilat pagohen jo me monedhën lek, por me monedhën beton, monedhë hyrje, apartament, se kemi 2 monedha, 3 monedha Republikën e Shqipërisë, lek, euro dhe apartament, është monedha apartamenti. Edhe këta paguhen me apartamente, paguhen punonësit ju ngele dhe këtyre në një apartament diku e harrojnë fare, pra në një treg ku ti ke 60-70.000 apartamente bosh, nuk ke më nevojë me ndërtu, pra duhen politikat përkatëse me nxjerrë këto në treg, që çmimet të vinë në nivelin real të pagave të shqiptarëve. Ndërtuesit apo investitorët janë të interesuar që të shesin ngrohtë dhe me këtë kleringun, kanë interes? Apo i detyron situata? Paradoksi ky është. Pra, kërkesa për leje ndërtimi ka. Po të shikosh, si që thash, statistikat e lejeve të ndërtimit të dhënë në 2024, në 2025, në 2023, nuk ka rënje. Jemi në të njëjtat nivele. Që do të thotë njerëz që shkojnë dhe aplikojnë për leje ka, nuk i detyron njëri me zor. Hajde ti dhe bëj kull këtu. Absolutisht. Ti shkon dhe kërkon dhe madje je i lumtur kur t'i japin lejen ose kur thon po bëje ti atë kullën atje se mirë e kishe. Më pëlqeu ajo ideja, jote bëje. Pra, investitorët vetë po e kërkojnë investimin, vetë po kërkojnë të përfshihen. A kanë një arsye objektive pse ata e bëjnë këtë gjë? A duket sikur kjo është thjesht një trend që po të shtyjnë në mënyrë të pavullnetshme për të kryer investime në këto nivele? Nuk mendoj. Unë po shikoja pak tek Instati vlerat e investimeve në ndërtesa. Dhe vlerat e investimeve në ndërtesa ishin në privat, në raport me shpenzime nga fondet publike, ishin në raport diku ke 12%. Pra 12% e investimit e xhiros në ndërtim, rekonstruksione, ndërtime të reja, shkolla, çerdhe, vepra publike, inxhinierike, në raport me investimet private, ishin jashtëzakonisht me diferencë të madhe. Pra i gjithë leku që po hidhet në ndërtim është privat, nuk është publik. 12% është vlerë publike. 88% e investimit është private. Pra duket që i gjithë investitorët privat, ku ishin gjithë këto investitorë? Pra kemi kaq shumë investitorë ne,
kemi kaq shumë kompani të mëdha ne në Shqipëri, të cilat janë në këto nivele sa të mbajnë 90% të tregut të ndërtimit me paratë e tyre, atëherë nuk i mbajnë me paratë e tyre, është shumë e thjeshtë. A tregon që ka një lloj informaliteti, çfarë na tregon kjo? Atëherë, për këtë 12% e këtyre projekteve që realizohen me fondet e shtetit, të gjithë ne e dim shumë mirë që bëhen fije nga KLSH-ja, nga auditi, nga ato, nga këta, të gjithë i kontrollojnë. Pra, për këtë 12% që bëhet me fondet e shtetit, pavarësisht se për ato flitet më shumë. Gjithë ditën. Pa jo është një vlerë kaq minorere në raport me sasinë e madhe të parave që qarkullon në ndërtim, sa që ne duhet fokusohemi shumë tek ajo. Kush e kontrollon këtë 90% e parave që hidhen në ndërtim nga investitorët privat? Autoriteti i parandalimit, pastrimit të parave. Tani, këtu ndalojmë. A bëhet kështu fije, edhe bilanci, edhe rakordohen me detaje gjithë këto 90% e investimit në Shqipëri nga investitorët privat? Shikohet kështu me detaje, çdo fatur blerje, çdo fatur shitje, çdo investim, çdo para e shpenzuar për shërbime, projektimi, ndërtimi, konsulence, a është çdo gjë e zbardhur në këto? Po flas për më falë që të ndërpres, 80% në raport me 12% ka pjesën e vet informale aty. Sepse Instati shikon vetëm çfarë është deklaruar nga privati, ndërkohë që nga ky 12% shtetëror, Instati shikon lekët që realisht kanë dalë nga Ministri i Financave, nga Thesari, pra që janë para të pasa të shpenzuara për këtë gjë. Ndërkohë që ai privati në këtë 90% e vet ka deklaruar ato që ka dashur të deklaroj. Pra, nuk po hyj fare pjesës tjetër që nëse ky 90% është thjesht maja e icebergut, para vlera reale e qarkullimit të paras në ndërtim, nuk është kaq, 98 miliard lek, sa që ishte për shembull për rastin e 2025-s, ishte 98 miliard lek kishin shpenzuar, ishin kostot e investimit nga privati, dhe 14 miliard ishin nga fondet publike. Pra këtë 98 miliard lek nuk janë në të vërtet 98 miliard, por 98 miliard janë deklaruar, dhe vetëm por t'i referohesh vlerës së deklaruar, ti shikon një diferencë të tillë të madhe dhe të trëmbë. Pra, a guxojmë ne si shtet t'i bëjmë një kontroll të imësishëm, çdo investitori që kërkon të investojë në Shqipëri, sepse në momentin që i bëhet ky kontroll i imtësishëm, ai nuk do ketë më shanse t'i mbajë pashitur apartamentet. Ai do të detyrohet për forca, për shkak të presionit që i bën shteti, për të kuptuar dhe për të paguar dhe për të investuar, që t'i shesi ato apartamente. Pra, ne jemi në një situatë ambigue ku ajo që duket nuk është 100% ajo që është në të vërtetë. Po për ta parë se çfarë është në të vërtetë, do rikthehemi në pjesën e dytë, ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi me agentin imobiliar, gjithashtu edhe me inxhinierin në studio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të nderuar teleshikues, po flasim sa i përket tregut të ndërtimit, një nga çështjet e rëndësishme të diskutimit në Shqipëri në vitet e fundit. Po flas me agentin Armand Shkëmbi, agent imobiliar, kënaqësi edhe një herë që ju kam edhe në këtë pjesë të dytë dhe me zonjën Dëshira Mena, inxhiniere. Dua ta filloj këtë pjesë të dytë faktikisht me ju, zoti Shkëmbi, por me një çështje interesante. Prona, siç thonë shpeshherë amerikanët, është e shenjtë, pra javën një lloj shenjtërie amerikanët. Ne kemi kapitalin ku investojmë më shumë, pasi nuk kemi treg kapitalesh. Gjithë aparati çojmë tek prona. Ka disa biznesmen ndërtimit të cilët janë në ndjekje penale për shkak të dosjes Veliaj. Kemi dosjen e Kryebashkiakut Tiranës. Çfarë ndodh me qytetarët që kanë blerë, ku janë duke ndërtuar këto biznesmen, ose që kanë blerë që në grop, ose nuk kanë mbaruar ende ndërtimi? Çfarë ndodh në këto lloj rastesh? Qo, blerja në grop në Shqipëri ka risk. Në gjithë perëndimin ti mund të rezervosh kur është në ndërtim e sipër, pra paguhet, po themi rreth 15-20%, dhe pjesën tjetër ti e paguan kur mbaron pallati. Ka dalë certifikate pronësisë dhe ti merr pronën. Në Tiranë një pjesë e mirë e blerësve paguajnë 90 deri në 100% që në fillim fare, sepse ju propozohet çmimi i mirë. Pra, e fryjnë ndërtuesit në mënyrë fiktive çmimin, thonë 1700 euro metri katror, po ty po ta jep vllai tat me 1500 euro metri katror. Edhe i bën të dali nga dera, nuk del edhe i dert lekët aty, paguan se nena triggeron shumë çmimi. Çështja është që ka raste kur prokuroria ndërhyn në projekte ndërtime sipër, bllokon
vë sekuestro mbi objektin, se nuk e njoh mirë pjesën ligjore, dhe tani ndikohen edhe banorët. Përfundimisht atyre mund t'i japi shteti zgjidhje, se nuk ka për t'ja mbajtur pronat të blokuara pafundësisht, po për një farë kohë ju jep stres, me thënë të drejtën, sa të sqarohet situata, sepse ti tani lekët i ke dhënë me idenë që e ke bler pronën, po prona s'ka mbaruar, ndërtuesi mund të hyjë në ciklete ligjore dhe realisht ka rrezik për blerësin fundor. Në Shqipëri duhet të sqarohet kjo situatë, që është tjetër financuesi dhe tjetër blerësi. Blerësi mund të rezervojë ndërtime sipër, jo të blejë se nuk ka gjë për të blerë. Këtu, shqiptari i thjesht funksionon si financues, pa e ditur që është financues, sepse financues është banka, po banka të vë shumë kontrole. Banka të kërkon garanci. Çfarë garancie ka shqiptari i thjesht që blen ndërtime sipër që pallati do mbaroj? Po s'mbaroj pallati, ku është garancia? Pse ju jeni në terren për ditë dhe takoni qytetarë të ndryshëm? Pse e ndërmerr këtë lloj risku për të blerë në ajër katin e 9 me pamje nga perëndimi kur s'është ndërtuar? Për ta marrë me çmim më të mirë, ata që blejnë për të banuar, po pjesa më e madhe që blejnë për të spekuluar, për të fituar lek. Por e marrin me idenë që janë të mbrojtur tani, por nuk ka rrjetë mbrojtëse kështu siguri. Ku është rrjeta mbrojtëse? Pra në vendet perëndimore dhe ky 20% që para paguan blerësi, që rezervon pronën, është e siguruar. Me ligj, duhet ta siguroj firma ndërtimit, po e kam siguruar këto lekët e këtij porositësit. Firma ndërtimit duhet paraqesi se nga i vjen financimi, bank, shoqëri pensionesh, investitor privat e kështu me radhë, sepse mirë po t'japim ty një kull sot, do ta bësh 40 kate. A i ke financat ti për ta bërë këtë? Unë nuk e dim, po si do ta ndërtosh një kull 40 kaçe, po lere kullën, një pallat 10 kaç, me çfarë financash e ndërton ti? Thash, tregu ka qenë nxehtë këto 10 vite, është ngrohur, tani kemi kaluar fazën e nxehjes dhe në këndvështrimin tim kemi hyrë në ftohje, po ky është këndvështrimi im personal. Nuk do të vinë investitor nga jashtë, nuk do të vinë blerës nga jashtë, për shembull dikur Velia i thoshte do vinë sheikët, do vinë të tjerë. Nuk vinë investitor. Blerës kemi, pra, ne kemi blerës emigrantët që kanë lidhje emocionale me Shqipërinë dhe duan të blenë një shtëpi take në Tiranë, dikush ble shtëpi në Bregdet. Pra tregun tonë e mbajnë gjallë emigrantët. Në Tiranë, në Bregdet, shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë. Ka të huaj në Bregdet, në Tiranë nuk ka të huaj. Mund të jenë 1%, jo, nuk ka të huaj në Tiranë, se s'ke propozim të i për të huajt në Tiranë. Vetëm italian, turq që janë këtu në punë në për Tiranë, blejnë dhe ata ndonjë apartament për të spekuluar, po nuk ka investitor real, sepse investim do të thotë, ti duhet marrësh kthim nga investimi. Ka britanik, gjerman, norvegjez, grek që blejnë? Në Tiranë jo, në Bregdet ka, në numrat kufizuar, kryesisht Europa qendrore, që ka blerë Durrës, Shëngjin, po themi polak, çek, këthe nga Saranda, norvegjez, finlandez, suedez, po prapë në numrat limituar. Nuk kemi tufa me të huaj që po blejnë në Bregdet. Sepse edhe Bregdeti ynë, sa do i bukur është, te nena e ka falë Perëndia, prapë ne çalojmë në aspektet e tjera të turizmit. Po rrugët hajtë se janë përmirësuar, po argëtimi, shërbimet e tjera, çalojmë në atë drejtim, ndërkohë që fqinjët tanë ofrojnë më shumë se sa ne, kështu që nuk mund të krahasohemi me çmime me ta. Por ideja është që në Bregdet kemi pak të huaj, rreth 15%, aty futen dhe jo rezidentët. Pra ne numërojmë si të huaj dhe një shqiptar të Kosovës që vjen nga Zvicra, se s'është rezident në Shqipëri. Nuk janë të huaj, janë jo rezident. 15%. Në Tiranë, inshallah të jetë 1%. Dhe që të vi një huaj, do llogari. Tani që vjen Jared Kushneri në Sazan, për shembull. Po. Dhëndri Trumpit, investitor i rëndësishëm, fondin e ka $100 miliona nga Katari dhe vendet e tjera të gjirit. Ka blerës amerikan, kanë ardhur, kanë shfaqur interes? Në Vlorë kanë blerë shqiptarë që kanë emigruar në Amerikë. Ka të tillë biles para ca ditësh po flisja me një zonë që do të blejë një apartament aty. Amerikan jo, sepse kuptoni drejt, amerikanët mund të blejnë në Meksik, në Costa Rica, mund të blejnë në Spajnë, në Greqi, ku duash ti. Sigurisht, disa amerikanë do vinë në Shqipëri, por nuk jemi në një lloj destinacioni që do të tërheqim amerikan pa fund. Sazani ndoshta zhvillohet, zotëria zhvillon dhe bën një projekt shumë të bukur. Nga ana e brandimit e ndihmon Vlorën, por vlonjatët e kanë rritur çmimin pa ardhur Trumpi. Kur të vit Trumpi, pastaj do të arrisim prapë. Dhe në Vlorë nuk shihet ata shumë. Edhe për BE-n edhe për Trumpin. Po, kemi disa arsye për të rritur çmimet. Çështja është që në Vlorë nuk shihet ata shumë sa thon. Pra, kur kalon mbi 2000 euro metri katror në Vlorë, është e vështirë me gjetë blerës. Dhe kjo pika ky që kush është. Nëse kalon 100.000 euro një huaj që do blej një pronë në Shqipëri, do kthim nga investimi, nuk është më për qef. Pak janë ata që e blejnë për qef, janë pasur. Pjesa tjetër duan që do investoj 200.000 euro, duhet ma menaxhoj dikush në atë vend dhe unë t'i marrë qerak sa e prone. Pra ta kem 2 javë për qefin tim dhe pjesa tjetër është investim. Nuk nisem vetëm për të blerë për qef. Dhe këtu ne çalojmë në kompani që i menaxhojnë pronat në mënyrë që tjetër t'i kthesh investimin.
A ka një lloj ekspozimi bankar në të gjithë këtë, po e quaj informalitet në tonjë, që ju e cekët dhe pak më herët e këto parat që qarkullojnë në ndërtim? Ekspozim bankar, ti mund të shikosh tek kredit. Dhe mund të shohim sa kredi merren për apartamente. Dhe kush janë kushtet me cilat bankat ofrojnë për kredi për apartamente. Janë këto të leverdishme? Në fund fare në një llogari që bën, me 5% thot 4.5%, 5% që thon banka për kredin, ti bie që në fund kur të mbaroj kredia ta kesh paguar 2 herë atë apartamentin. A është kjo eficiente, është kjo e leverdishme? Pse kërkojnë kaq shumë bankat për të dhënë kredi? Që këtu ti kupton që tregu ka diçka që nuk shkon. Banka është e para që ndjen çfarë ndodh në treg. Sepse banka ka klient edhe bën bilance nga të çdo lloj. Domethënë vetëm nga ndërtimi, po nga çdo fushë aspekti ekonomisë dhe shikon trendin e zhvillimit ekonomik. Dhe fiton para duke shitur para. Kërkon para duke dhe sa më i lartë të jetë kësti i kredisë së bankës, aq më i madh është risku. Pra ti kupton që po operon në një ambient ku do të kesh frikë për të bërë investime. Ne vëmë re që pjesa më e madhe e migrantëve përpiqen të punojnë duke e përjashtuar bankën. Por, ajo që është e frikshme... Si e përjashtojnë me valixhe, apo si e përjashtojnë? Sepse normalisht sjellin të ardhurat e tyre, kursimet e tyre që kanë marrë, pra janë para që i kanë nxjerrë nga puna e tyre e përditshme, dhe po them, nuk është se janë para që kalojnë nëpërmjet bankës. Ndërkohë që ajo që mendoj që duhet do vëmendje është fakti që në të tërë këto investime dhe në të tërë këto kulla të mëdha që po bëhen, jashtë është e pamundur që ti të mos kesh një investitor banke nga mbrapa, ose të mos kesh një kompani sigurimesh, ose një që të mbështesi në këto investime. Ndërkohë që ne shohim që investitorët tanë, përveç se janë investitorë të rinj, pa ndonjë CV të madhe në treg që të kenë bërë, vinë dhe i mbulojnë të gjitha këto me shpenzimet e tyre. Pse të lët dyshime kjo, për shembull, është investitor i ri dhe nuk ka një CV, lët dyshime sipas jush? Po mendoj që një investitor i ri i cili po futet në një treg ku nuk ka eksperiencën e duhur për ta përmbyllur gjithë biznesin gjë në fund, dhe po i shohim aktualisht, po të shohësh të gjithë ndërtimet që janë dhënë, qoftë ndërtime strategjike, nga këta investitorët me më pak eksperiencë në ndërtim, kanë ngel gjysma, nuk janë përfunduar, janë objekte që po shkojnë 10 vjet dhe akoma janë në ndërtim. E qartë. Po si ta shpjegojmë këto objekte në ndërtim 10 vjet, ju thatë asnjë nuk është sipas lejes, po pse nuk ka një grupim, për shembull kullash, sheh Parisin, sheh Berlinin, pse nuk janë në një vend ose në një lloj strukture arkitektonike urbanistike që të jetë e bukur, estetike. Por gjen një te Pazari i Ri, një te Ekspozita, një kino studio, një kombinat, një te Rruga Kavajës, domethënë pse nuk ka një lloj rregulli në të mes? Atere, mendoj unë, po gjithsesi një urbanist do ta shpjegonte shumë herë më mirë, por logjikisht me atë që ne informacion që ne kemi, masterplanet e qyteteve janë bërë. Dhe zonat janë përcaktuar si përsa i përket densisë, si përsa i përket numrit të kateve, si përsa i përket llojit të ndërtimit që do të bëhet në atë zonë. Dhe kjo tendenca për ndërtimin e kullave ka ardhur së fundmi. Domethënë, këto vitet e fundit është parë kjo tendencë. Nuk ka qenë parashikuar, po të shohësh në asnjë masterplan, të asnjë rrethi, nuk kanë qenë parashikuar ndërtime në këto nivele. Dhe të gjithë ndërtimet e larta janë bërë tani me VKM të veçanta. Kështu që është e kuptueshme që ti nuk i kishe parashikuar një ambient, një zonë të caktuar që ti ishte destinuar për këto. Dhe ato bëhen aty ku dalin, ku gjendet mundësia për të ndërtuar. E para dhe e dyta, që është pastaj strategji biznesi, synohen të kapen vende që janë më të lakmueshme. Qendra, vende që kanë interes, ku klientët mund të vinë, sepse nuk ka të njëjtin interes ose të njëjtin gjë. Lokacionin e dim shumë mirë që është një ndër treguesit kryesor të vlerës pronës. Dhe natyrisht, kur ti i jep edhe këtë fleksibilitet investitorit që ti thua, shiko, unë ta jap lejen, ma madje ta jap edhe ku ta duash. Domethënë, është si thua një ofertë që ai me të drejtë do ta shfrytëzojë në 360 gradë. Risku të thash është tek fakti që cilësia e projektit, garancia që t'jep investitori për përfundimin me sukses të atij projekti, pra ta mbylli me sukses dhe ta mbylli në kohë, që është shumë e rëndësishme koha e mbylljes projektit, janë të gjitha këto të cilat e bëjnë tregun e ndërtimit të pasigurt, jo vetëm për ndërtuesin, por të pasigurt edhe për blerësin, duke mos e ditur se çfarë tendence do të ketë dhe sa vlerë do të ketë prona ime në të ardhmen. Domethënë, përveç gjithë problemeve të tjera, a jemi të sigurt që kjo vlerë e pronës që unë po paguaj tani
minimalisht do të ruhet në të ardhmen dhe maksimalisht do të dyfishohet? Asi nuk e di. Do më thënë, jemi në këtë lloj situate që luajmë, hedhim parat dhe shohim si do shkoj kurba. Një qartë. Ajo që konsumatorin e thjeshtë e Trump, u mendoj nuk janë kullat, sepse të kullat nuk do shkoj publiku i thjeshtë. Publiku i thjeshtë do blej apartamentet për të jetuar apo për të siguruar të ardhmen e vet apo të familjeve të veta. Do të jenë të tjerë ata që me ata çmime do shkojnë të blejnë për kulla. Dhe unë në këtë aspekt nuk e shoh si thua problem dhe shqetësuese për publikun e thjeshtë. Nga ana teknike dhe inxhinierike e shoh shqetësuese, cilësinë e ndërtimit, shoh shqetësuese pjesën e projektimit që e përmenda, fakti që bëhen projekte dhe nuk paguhen, pra nuk shoqërohen me fatura, e ka një kompleks gjërash që teknikalitetesh, të cilat duhen parë me shumë kujdes dhe profesionalizëm. Për ta mbyllur së bashku, teknikisht thot inxhinierja, kur shkojmë për një apartament apo në një kull apo në një pallat etj etj, ka disa gjëra që nuk janë ashtu tamam sipas planit. E justifikon çmimi për metër katror në disa zona, le të themi cilësinë e punimeve që është bërë? Shiko, kur vjen punat e struktura, inxhinierja dim shumë nga mua në drejtim, por në strukturë dhe në plaka, ndërtuesit shqiptarja kanë marrë dorë. Bëjmë bukur kështu i veshin me plakat të cilat janë të lira. Ne çalojmë në sisteme. Do më thënë, shtëpia nuk ka vetëm plakat, ka sistemin hidrik, kondicionimit, elektrikun, mbrojtje nga zjarri, duhet të ketë një morim me sisteme, në mënyrë që të jetë e banueshme, të jetë e sigurt. Dhe në këtë drejtim ne çalojmë me thënë drejtën. Pra shumica e banorëve kur i hyjnë shtëpive fillojnë dhe i bëjnë nga e para. Në mos i bëjnë kur hyjnë në fillim i bëjnë pas 10 vjetësh. Ne ju rikthemi shtëpive dikur sepse ato që janë të padukshme dhe sistemet janë padukshme në shtëpi nuk bëhen mirë. Çfarë bëhen mirë janë të dukshme. Pra marrim ato pllakat 1.20 me 60, duket shtëpia moderne, por pastaj çalojmë në funksionalitetet e përditshme. E kuptoj. Ishte kënaqësi që të kisha në studio. Ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.